Vetëm një vezë në ditë i thotë lam të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Vezët konsiderohen si një nga produktet më ushqyese që mund të shtoni në dietën tuaj. Ato janë të pasura me proteina të cilësisë së lartë si dhe vitamina dhe minerale, si vitamina B12, vitamina D dhe ekuri. Pavarësisht shqetësimeve të mëparshme për përmbajtjen e tyre yndyrore, shoqata amerikane e zemrës tani rekomandon të hani 1 deri në 2 vezë çdo ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përveç kësaj, vezët janë një burim ekonomik i proteinave dhe mund të ruhen në frigorifer deri në 5 javë. Kjo do të thotë që ju mund të kurseni para dhe të reduktoni mbeturinat e ushqimit. Ato janë gjithashtu shumë të gjithanshme, pasi mund të përdoren në të gjitha vaktet, nga mëngjesi në darkë, si dhe në ëmbëlsira. Pra le të shohim cilat janë përfitimet kryesore që do të ofrojnë vezët në shëndetin tuaj. Vezët ju bëjnë të ndjeni më të ngopur dhe të keni më shumë energji. E verdha e vezës është një burim i lëndëve ushqyese të rëndësishme, gjithashtu si vitamina B12 dhe vitamina D, si dhe nivelet e mira të kolinës, të cilat ndihmojnë gjithashtu trupin tuaj të shndrojë ushqimin e energji. Konsumi i proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme që përmban veza ju ndihmon të jeni më të ngopur për një kohë më të gjatë, duke evituar kështu dëshirën për ushqime jo të shëndetshme. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e flokëve dhe lëkurës me shkëlqim. Vezët janë të pasura me vitaminën B dhe gjithashtu vitaminën B2, B5 dhe B12, të cilat njihen për efektet e tyre pozitive në shëndetin e lëkurës dhe të flokut. Këto vitamina të rëndësishme janë të tretshme në ujë dhe nuk ruhen në trup, kështu që ngrënia e rregullt e vezëve në dietën tuaj mund t'jap gjithashtu përfitime ushqyese për organizmin. Ato janë të mira edhe për të ndihmuar në përmbushjen e nevojave tuaja ditore. Aminoacidet që gjenden te veza kontribojnë gjithashtu në elasticitetin e lëkurës dhe elasticitetin e flokut dhe të thonjve. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kockave. Vitamina D është kritike për shumë funksione të trupit. Ajo ndihmon në uljen e presionit të gjakut, zvogëlon në riskun e disa llojeve të problemeve dhe promovon kështu edhe shëndetin mendor. Zvogëlon gjithashtu edhe riskun e problemeve siç janë ato të kockave dhe është e mirë në përthithjen e mirë të kalciumit për të mbajtur nivelet të qëndrueshme të kalciumit dhe fosforit në trup. Një vezë mund të sigurojë rreth 6% të nevojës ditore të vitaminës D, kështu që ngrënia e vezëve në dietën tuaj mund të përmirësojë shëndetin e kockave tuaja. Ngrënia e vezëve është e mirë për shëndetin e nyjeve. Ajo do të ofrojë përfitime të shumëfishta për organizmin në lehtësimin e komplikacioneve dhe jo vetëm. Vezët janë një nga ushqimet më të ulta në karbohidrate dhe me indeks të ulët e glicemik, që do të thotë se ato janë shumë të mira gjithashtu edhe me proteinën për diabetikët. Sipas të dhënave, ka disa ushqime të cilat mund të rrisin nivelin e sheqerit në gjak shumë shpejt. Kjo ndodh sepse karbohidratet arrin të transformohen më shpejt në sheqer të cilën trupi e përdor gjithashtu edhe për energji. Karbohidratet në fjalë gjenden më shumë tek sheqeri dhe buka. Indeksi i glicemisë përmban një mënyrë për të dalluar karbohidratet e mira dhe si reagojnë ato ndaj atyre të këqija. Ekspertët thonë se vezët janë të mira edhe për diabetikët, për sa kohë konsumohen me maturi dhe në formën e tyre të përgatitur të zier. Kështu, përfitimet e tyre do të jenë më të mëdha dhe gjithashtu do të merrni edhe elemente të ushqyes për mbrojtjen e organizmit. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të saj është sigurisht përgatitja e saj në formën e zier. Por ekspertët rekomandojnë vazhdimisht konsumin e saj. Vezët e ziera do të ofrojnë rreth 210 mg kolesterol, ku zierja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrrat që përdoren për skuqje mund të rrisin gjithashtu edhe kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe pjesë e mëngjesave tuaja duhet të jenë me patjetër të përfshira.
Ato mund të ndihmojnë në kujdesin më të mirë dhe në humbjen e kilogramëve të peshës, duke u mbajtur të ngopur për më gjatë duke reduktuar kështu dëshirën për ushqime jo të shëndetshme. Konsumi i vezëve të zjera do t'i jap gjithashtu edhe përfitime të mira të yndyrnave të rëndësishme. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit, ndërsa ulin në riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhoj nivelin e sheqerit në trup. Vezët janë të pasura me nivele shumë të mira të proteinave. Vezët e zjera përmbajnë natyralisht nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve gjithashtu mund të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve të zjera. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore gjithashtu edhe për mbrojtjen e shëndetit të syve dhe për thithjen e dritës. Mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Vezët e zjera janë të mira për shëndetin dhe mund t'i konsumoni ato për të pasur gjithashtu kocka të forta. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kocka dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave për thithjen e kalciumit dhe rregullon nivelet e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm edhe me kalimin e viteve. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të konsumojë 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë, pa u shqetësuar shumë për nivelet e kolesterolit. Por ekspertët thonë se është e rëndësishme që për çdo ndryshim që bëni në dietën tuaj të konsultoheni edhe me mjekun tuaj në mënyrë që të evitoni çdo gabim të mundshëm me konsumin e saj. Sigurisht, vezët e zjera do të ofrojnë përmbajtje të larta ushqyese në dobi të shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve. Vezët futen në top 10 listën e super ushqimeve me vlera të larta thelbësore për organizmin e njeriut. Vezët do të ofrojnë burime të mira të proteinave. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që bëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi i njeriut. Vezët përmbajnë 6 gram proteinë dhe gjysma e saj gjendet te e bardha e vezës. Ato janë të pasura gjithashtu me nivele të larta ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Një vezë e vetme do të ofrojë proteinë cilësore e cila është e pasur me vitamina dhe minerale të domosdoshme. Këtu përfshihet gjithashtu seleniumi, fosfori, vitamina B12, antioksidantët të cilët i mbajnë qelizat më të shëndetshme. Vezët do të ulin gjithashtu nivelin e triglicerideve. Niveli i triglicerideve duhet jetë i ulët për një shëndet më të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore siç janë acidet yndyrore omega 3, kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët do të ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë mund të ulë riskun e ishemisë. Sipas një studimi të cilit i referohemi, njerëzit që hanë vezë në dietën e tyre janë në 30% më pak të riskuar të humbasin jetën në mënyrë të parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët janë të mira për shëndetin e zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të riskuar nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 gjithashtu kanë edhe një zemër më të shëndetshme dhe një regjim ushqimor më të mirë falë konsumit të vezëve të zjera në rutinën tuaj ditore. Studimet konfirmojnë në një zëri se duhet të hani vezë vazhdimisht, kryesisht në formën e tyre natyrale të zjerë, pa i shtuar yndyrna të ndryshme në përgatitjen e saj. Kështu, vezët do ju ofrojnë një ndjesi ngopje më të madhe. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur për pjesën tjetër të ditës. Për llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Antioksidantët kryesorë që gjenden tek veza do të ofrojnë mbrojtje fantastike për shëndetin e syrit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.